Ambasadori Gonzato ka kërkuar votim në ligjit. I kërkoj të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Kur për këtë? Kjo deklarate e Sali Berishës ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, e zhvendosi debatin për ligjin e barazisë gjinore edhe përtej kufive. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Koz, dënoi gjuhën e ashpër ndaj kryediplomatit Gonzato, duke cilësuar një sulm të papranueshëm. Nga ana e saj, qeveria shqiptare kërkoi ndjes për deklaratat e forta të kryedemokratit Berisha. Kryeministri Edi Rama e cilësoi ligjin për barazinë gjinore fisnik dhe të parafruar me parimet e Bashkimit Evropian, ndërsa Berishës ju përgjigj me një shprehje popullore. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar nga jashtë parlamentit se i kërkon falje ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, nëse ky fundit e ka konsideruar si fyerje deklaratën e tij më herët ditën e djeshme. Sali Berisha u shpreh se është gjëja më e thjeshtë të kërkojë ndjes, por sipas tij ka qenë vetë Gonzato, i cili ka deklaruar se pas martesës së tij të parë, tani është martuar me një mashkull. As merresh me jetën e asnjëriu, por e ndiqova e tha vetë dhe unë thash që ai ka bërë këtë deklaratë. Se si që nga fyrje kjo, unë të konceptoj. Kam përdor një deklaratë, një gjë që e ka thënë vetë. Po në qoftë se ajo e konsideron këtë fyrje, atëherë unë sigurisht do ta rikonsideroj qëllimin tim. I kërkoj të falu, s'kam asnjë hezitim, por nuk ishte për fyrje kjo. Nuk përbën fyrje kjo.